përputhje me nenin 82 dhe nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kanë vendosur ta shpërndajë Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të shpallë zgjedhjet e reja. Gjykata kushtetuese ka vendosur masë të përkohshme deri më 31 mars ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Kushtetuesja tha se vendimi ja ndalon çdo veprim presidentes në lidhje me dekretin e 6 marsit, si dhe ja ndalon çdo veprim Kuvendit derisa masa e përkohshme është në fuqi. Gjykata vlerëson se masa e përkohshme është në funksion të parandalimit të shkaktimit të dëmit të pariparueshëm për rendin kushtetues të Kosovës dhe funksionimin demokratik të institucioneve kyçe në Kosovë. Kjo nënkupton se Osmani nuk mund të shpallë datë për zgjedhje të reja derisa masa është në fuqi, ndërsa Kuvendi nuk mund të vazhdojë seancën për zgjedhjen e presidentit e nisur më 5 mars. Mazlum Baraliu, ish kryetari i gjykatës kushtetuese, tha për ekspoze se Kushtetuta e Kosovës ka pa qartësi në dispozitat që lidhen me zgjedhjen e presidentit. Sipas tij, nenet 86 dhe 82 janë kontradiktore dhe nuk e përcaktojnë qartë se çfarë ndodh nëse nuk respektohet afati 30 ditor për zgjedhjen e presidentit. Baraliu thekson se nenit 82 parashes se nëse brenda 60 ditësh nuk zgjidhet presidenti, shpërndahet Kuvendi dhe vendi shkon në zgjedhje. Ai shton se në këtë situatë presidentja mund të ketë vepruar me nxitim dhe se vetëm gjykata kushtetuese e Kosovës është kompetente të jap interpretimin përfundimtar. Nga ajo që unë shoh në dispozitat e kushtetuesës, gjykatës, pra më falni, të Kushtetutës së Kosovës, thjesht ka dyzim zgjidhjesh, pra vetë Kushtetuta është kontradiktore dhe pa definuar në përcaktimet e saj në dispozitat përkatëse. Fjalën e kam për nenin 86 dhe nenin 82. Pra, këto nene në çështjen që kanë të bëjnë me presidentin apo presidentën, zgjedhjen e tij apo të saj, janë kontradiktore, nuk janë të përputhshëm, janë të pa definuar. Veçanërisht neni 86 dispozita përkatëse është e pa definuar, për sa i përket thjesht faktit se çka duhet bërë nëse nuk përmbushet afati prej 30 ditësh para se ti kaloj mandati presidentit në zgjedhjen e tij apo të saj. Dhe pikërisht në këtë aspekt del në ndihmë për ta interpretuar dhe kuptuar mirë dhe për ta kompletuar Kushtetutën në këtë pikë në çështjen e presidentit, zgjedhjes së tij apo të saj, neni 82 paragrafi 3, i cili thotë që nëse prej momentit të fillimit të procedurës për zgjedhjen e presidentit kalojnë 60 ditë dhe nuk zgjidhet presidenti, atëherë qartazi jep edhe propozimin, zgjidhjen, pra kushtetuese normative, Kushtetuta dhe thot shpërndahet Kuvendi, përbëhet Kuvendi dhe shkohet në zgjedhjet e reja. Pra kjo i mungon nenit 86 dhe në këtë aspekt mendoj që presidentja ka qenë nxituar dhe parakoshme. Fundit këtë e ka argumentuar edhe vetë, sepse fakti që doli që nuk është i nënshkruar dekreti tregon për paqartësinë e situatës dhe paqartësinë e rastit nga vetë presidenca. Dhe prandaj mendoj që është mirë që gjykata kushtetuese ka ndërmarrë një masë të përkohshme dhe në këtë rast tani thjesht do duhet ta përpunonte mirë rastin dhe të ketë një vendim i cili shkon në favor të mos pengimit, mos cenimit të funksionimit të institucioneve dhe rendit kushtetues. Sepse qëllimi i çdo kushtetute, i çdo akti juridik, çdo ligji dhe akti nënligjor do duhet ishte që të ndihmoj funksionimin, mirë funksionimin, rregullimin e një çështje juridike cila do qoftë një problematike kushtetuta gjithë rendit kushtetues. Pra, dhe jo e kundërta që diçka që ndërmerret me një akt, siç është dekreti, që thjesht jo vetëm që trazon, e pengon, e pezullon, por dhe cenon rendin kushtetues në tërësi. Prandaj, pa dashur që ta paragjykoj verdiktin e gjykatës, mendoj që kjo gjykatë duhet të analizoj mirë rastin, me që i ka dhënë vetes kohë për 30 ditë dhe të veproj ashtu si mendon
ajo që është mas mirë, sepse vetëm gjykata kushtetuese është kompetente që të bëjë verdikte të tillë, ne kemi të drejtë si profesionist, si thjesht profesor të lamis, edhe fatkeqësia është që çdo ignorant dhe kushdo që nuk ka njohuri për këtë tani më merret me këtë, dhe megjithse jemi në demokraci, është këtë në rregull, por për çështje që nuk na përkasin, për shembull, jashtë profesionit do duhet kishte secili në ato rrjete sociale kujdes se si sillet dhe çka vepron, dhe prandaj aq më tepër që të cenohet tani më mendimi kujdo qoftë, jemi në demokraci, le ta shprehin mendimin, po jo të pretendojnë se dikush tjetër është më pak i dijshëm ose fare ignorant. Pra nuk ka të drejtë askush ta cenojë mendimin demokratik të lirë të shprehjes të askujt, mirë po secili duhet ta di vendin e vet dhe thjesht profesionisti vendin e vet. Sepse profesionisti i mirë dhe i vërtet është hero dhe general i popullit vet, dhe kështu do duhet ishte. Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se masa përkohshme e gjykatës kushtetuese ishte domosdoshme për të shmangur shkelje të mundshme kushtetuese pas situatës së krijuar në Kuvendin e Kosovës. Sipas tij, pezullimi i proceseve në kuvend parandalon miratimin e vendimeve që më pas mund të shpalleshin antikushtetuese, derisa gjykata të jep vendimin përfundimtar. Pas situatës së krijuar me dështimin e kuvendit për ta zgjedhur presidentin brenda afatit 30 ditor dhe shpërndarjes së kuvendit nga ana e presidentes Osmani, ndodheshim në një situatë të paqartësisë kushtetuese në raport me gjitha zhvillimet, dhe unë besoj që gjykata, përkundër faktit që kjo tashmë ka prodhuar një lloj pezullimi jo vetëm të punës së kuvendit si të tillë, por edhe gjitha proceseve ligjvënëse aty, unë besoj që në këtë situatë ka qenë i vetmi opsion i cili ka garantuar që asnjë raport nuk do të kryejë ndonjë shkelje të pariparueshme të procesit dhe të procedurave përkatëse. Në këtë drejtim, masën e shon në funksion të garantimit të vijimësisë institucionale pa pasur shkelje kushtetuese, sepse po të ishte e kundërta, po t'i lejohej kuvendit vendimarrja, e pastaj në varësi të gjykatës kushtetuese respektivisht vendimarrjes së saj, do të mund të vinim në pikën kur të gjitha vendimet e kuvendit do të mund të ishin kundër kushtetuese apo anasjellta, siç ishte tazëm rasti me zgjedhjen e nënkryetarit, ku në mungesë të një mase të përkohshme nga gjykata, kuvendi në fakt ishte konstituar ose ishte konsideruar i konstituar ndonse në shkelje kushtetuese, dhe që pastaj gjitha vendimet e tjera, përfshirë mandatimin e kandidatëve për kryeministër, shpalljen e zgjedhjeve, mbajtjen e tyre të tjera, i bie që janë zhvilluar në një situatë të shkeljes kushtetuese. Normalisht, kjo do ta cënoj rolin ligjvënës dhe atë mbikëqyrës të kuvendit, sepse në njërin anë masa si e tillë nuk do të vlej për qeverinë, pra qeveria do të mund që të vijoj punën me kapacitet të plot, por që normalisht kjo është çmimi besoj që duhet paguar për qartësimin e një situate, ndonse sipas vlerësimit tonë është dashur që për temat e interesit nacional, siç është çështja e zgjedhjes së presidentit, të ketë një konsensus paraprak në mënyrë që fare të mos vijmë në një pikë. Në anën tjetër, me planin legislativ që kanë filluar ta miratojnë shumica e komisioneve, ka qenë e qartë që shumica e dinamikës së punës do të vijë tek pas muajit mars, andaj besoj që në këtë drejtim ka një lloj fleksibiliteti në raport me punën e kuvendit. Cakulli tutje thotë se pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit ishte e qartë se asnjë parti nuk do të mund të zgjedhë presidentin pa një marrëveshje më të gjerë politike. Sipas tij, refuzimi i partisë fituese për ta përfshirë çështjen e presidentit në marrëveshjen për qeverinë e bëri të preshme situatën aktuale, duke theksuar se për tema të tilla të ndjeshme në Kosovë nevojitet konsensus politik. Realisht, pas rezultatit zgjedhor të 28 dhjetorit, ka qenë e qartë që asnjë prej forcave politike nuk do të ketë mundësi që ta zgjedhë presidentin pa pasur një dakordim më të gjerë politik, dhe me deklarimet e partisë fituese të zgjedhjeve që nuk janë të interesuar që çështjen e presidentit ta bëjnë pjesë të marrëveshjes politike për qeveri, ka qenë deri diku e pritshme, sado që kemi shpresuar të kundërtën, që mund të arrijmë në një pikë të tillë.
Megjithatë, unë besoj që me përvojën parlamentare dhe politike cilën tashmë ka kaluar Kosova, me qenë se po shkojmë drejt dekadës së dytë së ekzistimit si shtet, besoj që jemi në pjekje të rrethanave politike ku do duhet ta përbrenconim idenë e konsensusit dhe marrëveshjes politike për çështje të tilla të ndjeshme. Andaj konsideroj që në një të ardhme të afërt e në veçanti pas vendimarrjes së gjykatës që do t'i qartësojë edhe elementet më detajore të procedurës që duhet ndjekur, do të mund ta kemi një pasqyrë më të qartë, siç ndodhi tazëm edhe me konstituimin e kuvendit, ku vendimarrja e gjykatës përkatësisht qartësimi i të gjitha procedurave ishte faktori që kontriboi në evitimin e krizave të cilat i kemi pasur përgjatë legjislaturave të kaluara. Mazlum Baraliu tha se presidentja ka pasur të drejtë me dekretin e saj, por ai është nxituar dhe i parakohshëm. Sipas tij, dekreti mund të pengojë funksionimin e institucioneve, veçanërisht të kuvendit, duke ndërhyrë në kompetencat legjislative. Mendoj që në të drejtën e saj ajo ka qenë presidentja me këtë dekret, mirë po dekreti marrë seriozisht dhe profesionalisht, mendoj që ka qenë edhe impulsiv, edhe i ngutshëm edhe i parakohshëm dhe thjesht dashte pa dash, nuk po them që ka pasur atë qëllim presidentja, por thjesht e cenon e pengon zhvillimin e vendit dhe funksionimin e institucioneve dhe krejt rendit, institucioneve pavarura pra demokratike në këtë vend, 3 shtyllave, veçanërisht legjislativit që thjesht është cenim ndërhyrje edhe në kompetencat e legjislativit. Nuk mundet presidentja, cila është burim i legjislativit i kuvendit, sepse kuvendi e zgjedh presidenten, e jo presidentja kuvendin, pra nuk është e drejtë origjinale e saj, po derivative, ajo e ka marrë vetës të drejtën që tjetë e drejtë derivative, ta suspendoj, ta pezulloj, ta suspendoj, ta nihilizoj veprimtarin, ta shfunksionoj veprimtarin e kuvendit dhe të tjera organeve në këtë vend dhe institucione. Prandaj është çështje e gjykatës kushtetuese, e cila duhet me maturi dhe me profesionalizëm të thellë dhe pa anshmëri ta trajtoj rastin dhe të projë. Nuk i shkon askujt në favor që të ketë zgjedhje të reja, do duhet dhe në mundësin që aty ku ka filluar procedura për zgjedhjen të vazhdoj, sepse dhe ashtu është ndërprej ka mundësi të vazhdojt për 60 ditë, respektivisht aq sa mbeten ditë, dhe të ketë një konsensus nga të gjitha partitë politike, jo kështu siç janë duke vepruar në kundërshtim, pa marrë parasysh me qëllim apo jo, por me teket e tyre dhe egot e tyre partijake, grupore, klanore, personale, po e dëmtojnë thjesht substancën e vendit, funksionimin e institucioneve dhe do duhet merreshin vesh për një kandidat konsensual, në mënyrë që ta kemi presidentin apo presidenten dhe të mos shkojmë në zgjedhjet të cilat janë katastrofale, të panevojshme dhe me shumë pasoja për çdo qytetar dhe për Republikën e tërësi në Kosovë. Melazim Koci, politolog, tha se vendimi i gjykatës kushtetuese për mas të përkohshme dërgon mesazhin e drejtë se dekreti i Vjosa Osmanit është antikushtetues. Ai vlerëson se vendimi ishte i drejtë dhe i domosdoshëm duke parandaluar rrezikun që presidentja të shpallte zgjedhjet pa bazë kushtetuese. Unë mendoj se vendimi, do thot masa e përkohshme nga gjykata kushtetuese praktikisht ka dërguar mesazhin që dekreti i zonjës Osmani është jo kushtetues. Nuk do ta merren ata atë vendim pa pas indikacione shumë të forta dhe ata do ta verifikojnë sipas gjitha gjasave atë vendim pas 31 marsit. Tani si do të veprojnë më tutje nuk e di, e kisha pak të paqartë pse u blloku puna e kuvendit, dhe nuk e kuptova, sepse kam pasur përshtypje që ka mundur të veprohet edhe ndryshe, që të lihet mundësia parlamentit të vazhdoj punën, të konsumoj gjatë ditët. Këtë nuk e pata të qartë, por ishte një lloj balancimi, e kuptova si balancim politik, pra e bllokojmë, e pezullojmë vendimin e presidentes, por nuk lejojmë asë parlamentin të vazhdojmë. Si të qoftë, mendoj se në tërësi vendimi është i qelluar, i drejtë, ishte i domosdoshëm, kishte rrezik, do të thotë që zonja Osmani të shpallte zgjedhjet. Dhe mendoj që është produktiv, marrë në tërësi, është i qelluar. Çfarë do të vendos pas 31 marsit nuk e di, jam i sigurt që
dekreti i zonjës Osmani të Shpallit antikushtetues, tani si do të veprohet rreth zgjedhjes së presidentit, kjo mbetet për të parë. Në anën tjetër, Kosi komentoi edhe thirrjet e vetëvendosjes që po i bëjnë deputetëve të opozitës për të qëndruar në sallë për votimin e presidentit. Sipas Kocit, kërkesat të tilla nuk janë në harmoni me demokracinë parlamentare. Kërkesat e vetëvendosjes që deputetët të obligohen të mbeten, të qëndrojnë në parlament nuk janë në harmoni me parimet elementare të demokracive parlamentare. Në asnjë demokraci parlamentare, deputeti nuk mund të obligohet. Nuk obligohet. Ai obligohet vetëm ndërgjegjës së vet, ka obligim moral dhe politik dhe obligim në raport me votuesit. Por jo, gjykata kushtetuese nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Nëse ka bërë më herët, është gabim, sepse po them është çështje ekskluzive, është mandat i lirë dhe kështu figuron edhe në kushtetutë. Mandati i deputetit është i lirë, nuk mund ta detyrosh. Ne kemi sistem proporcional dhe kemi kvorumin për zgjedhjen e presidentit. Çfarë do të thotë kjo? Kvorumi nuk është i rastësishëm. Nuk është i pakuptim. Është vërtet që në mungesë të kompromisit të forcave politike është duke shkaktuar bllokada, po nuk është problemi ekskluzivisht te kvorumi. Është mungesa e kompromisit të partive tona politike. Kvorumi ka funksion, është në funksion të ruajtjes së balancave në një demokraci parlamentare. Pra, në rastin ton konkret, detyron shumicën, që ka 51%, që të mos i marrë gjitha pushtetet. Pra, detyron shumicën, partinë e parë që të bëj kompromis në raport me opozitën, e fuqizon opozitën që është shumë e shëndetshme për çdo demokraci. Prandaj është e gabuar që me automatizëm kvorumi të shpallet diçka që po shkakton bllokada. Bllokadat janë pasojë e mungesës së kompromisit, mungesës së marrëveshjeve politike. Kvorumi është një nga margaritaret e kushtetutës sonë. Në të kundërtën, nëse hiqet, rreziku i koncentrimit të pushteteve të një parti është shumë i madh dhe kjo është shumë e rrezikshme sepse çon drejt autoritarizmit. Në çdo vend demokratik, nëse pushtetet ekskluzivisht koncentrohen te një parti, tendenca e prirjeve autoritare është krejtësisht e natyrshme. Latif Mustafa, analist politik, vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese ka ngrirë si kuvendin e Kosovës ashtu edhe dekretin e presidentës, duke bezulluar çdo interpretim politik dhe duke vendosur një moment reflektimi për institucionet. Ai thekson se brenda 2 muajve pritet të ketë tentativa për zgjedhjen e presidentit, por nënvizon se suksesin mund ta sjellë vetëm një marrëveshje e gjerë politike, e cila sipas tij është e vështirë të arrihet. Në të kundërtën, sipas Mustafës, Kosova rrezikon të hyjë në një cikël të bllokadave të pacaktuara, duke e komplikuar më tej funksionimin e institucioneve dhe stabilitetin politik në vend. Bazuar në logjikën e gjykatës kushtetuese, e cila është për momentin shumë e matur, sepse ajo ngriu edhe kuvendin, ngriu edhe dekretin, dyja, domethënë. Edhe, si më thonë, i stopoi të gjitha interpretimet politike të vendimit të gjykatës dhe të presidentës në këtë rast. Unë mendoj që në logjikën dhe frymën e ligjeve, gjykata do japë, do njohë këtë mundësinë e 2 mujorit. Do të thonë sepse vendi ka hi me 2 kandidat në procedurën e zgjedhjes së presidentit, kushtet janë plotësuara. Dhe brenda këtij 2 mujori, mendoj që do të ketë tentativa. Dhe jo rastisht në një debat në shpreha se mundësia vetme në këto rrethana është vetëm familja Jashari, për të cilin ka konsensus të gjerë. Në të kundërt, ata vetëm se e kanë qëndrimin, po them, nëse mund të ndryshojë diçka. Edhe e dyta, nëse mund të bëhet ndonjë koalicion i mundshëm dhe pranohet presidenti i palës koalicionuese, që është krejt okay politikisht, këto 2 raste mund të na shpëtojnë. Në rastin e tretë që vërtet mendoj që pas këtyre zgjedhjeve Kosova do hyjë në një rast vicioz të bllokadave, ciklit bllokadave që nuk i dihet fundi, po le të shpresojmë që kjo do të zgjidhet pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Nëse jo, edhe shkojmë në zgjedhje të reja, atëherë vetëm një pyetje do vlej për partitë politike. Me kë dhe a do të bëni koalicion? E gjithë kjo situatë ndodhi në momentin që vetëvendosjen e krye me Albin Kurtin nuk pati kurrfar interesi ta propozojë Vjosa Osmanin për presidente, ndonse raportet e tyre vite më parë ishin kogja të mira. Me nominimin e Konjufsit dhe Kollçakut si kandidat për president, luaja ndryshoi.
Të nesërmen u shpërnda kuvendit dhe nisën pohimet e Osmanit për Kurtin në lidhje me ato që media kishin raportuar një kohë të gjatë, veçanërisht data e zgjedhjeve 28 dhjetori, datë e lënë nga presidentja ashtu siç e donte Kurti. Situata tregon se pa një konsensus të gjerë politik dhe koordinim mes partive, procesi për zgjedhjen e presidentit mbetet i bllokuar, duke rrezikuar stabilitetin e institucioneve dhe duke lënë Kosovën në një cikël të mundshëm të bllokadave politike. Në këtë kuadër, vetëm dialogu dhe marrëveshjet politike mund të ofrojnë një rrugdalje nga ngërçi aktual.